kujtohet natë e parë, shikur binte në Prishtinë, unë e ti si dy shtektar, për shpërisni, për dashuri. Unë të doja, ti më doje, ljubav që e bën të dërmis, yje miqe, na bëjroje, Elisa që e bronin prej lakmisë, sa rrë kongrotësi e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thuni vargje për ardhmërinë, sa rrë kongrotësine e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thuni vargje për ardhmërinë, në Prishtinë. Shugava, kujtohet natë e parë, shikur binte në Prishtinë, unë e ti si dy shtektar, për shpërisni, për dashuri. Unë të doja, ti më doje, ljubav që e bën të dërmis, yje miqe, na bënin roje, Elisa që e bronin prej lakmis. Ajde shugava për uronin, gjithë bashkë, shkojnë kurtar. Sa rrë kongrotësine e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thunin vargje për ardhmërinë, sa rrë kongrotësine e parë, kur pranvera ishte në Prishtinë, unë e ti si dy këngëtar, thuni vargje për ardhmërinë. Ajde Prishtina, me në ti qërqërve, ku? Në Prishtinë, në Prishtinë, në Prishtinë, në Prishtinë.
Zonjën Eliza Hoxha, deputete Kuvendit të Kosovës, profesoreshe urbanizmit dhe nënkryetare e degës së PDK-s në Prishtinë. Njihet si arkitekte dhe figurë kyçe për kontributin e saj në fushën urbanizmit, artit dhe jetës publike të Prishtinës. Mirë mbrëma Prishtinë. Ma gjallë, hajde ma gjallë. Mirë mbrëma Prishtinë. Mirë mbrëma qytetarë të mirë të këtij qyteti. E nisëm me këngën Pranverën Prishtinë, jo për nostalgji ose melankoli, sa për simbolik dhe sinonim që stina e pranverës na e sjell gjithmonë si ndjesi. Dhe po, është një jetë e re, një rizgjim, një rilindje, një cikël i ri. Dhe kjo është ftesa jonë. Ky është premtimi ynë për një kohë të re të Prishtinës që po nis. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Memli Krasniqi, e nderuar Meliz, e dashur sekretare e Partisë zonja Qitaku, i nderuar nënkryetari i Partisë, kryetar i DGS me Prishtinë, kandidati për kryetar të Prishtinës dhe kryetari i jashtëm i Prishtinës, Uran miku im, e dashur Arizon, të nderuar deputet, kandidat për asamble, veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës, veteran të arsimit, kulturës, të dashur njerëz të mirë të Prishtinës. Sonte jemi mbledhur bashk me një zemër, me një zë dhe me një qëllim të përbashkët për të festuar gjithçka që kemi kaluar e ndërtuar në gjithë këtë rrugtim dhe për të shikuar përpara drejt asaj që ne bashk mund të bëhemi si qytet, si krye qytet. Në tërë këto javë muaj, kemi trokitur derë më derë. Kemi ecur në çdo lagje e fshat të Prishtinës. Kemi takuar shumë fytyra të buzëqeshura të njerëzve të Prishtinës, kemi folur me ta për nevojat dhe problemet e tyre, për dëshirat dhe nevojat që ata kanë për qytetin e tyre, për Prishtinën e sardhmes. Dhe thënë të drejtën kemi mësuar edhe ne shumë, jemi rritur bashkë me ta. Dhe të gjitha, ama të gjitha premtimet që i keni dëgjuar nga Uran Ismaili gjatë gjithë këtij rrugtimi, janë pjesë që kanë buruar nga ky përjetim dhe ky rrugtim me qytetarët e këtij qyteti. Ama ka edhe diçka. Kemi pa edhe fytyra më pak të buzëqeshura. Dhe nuk kam faj, sepse kemi takuar njerëz në fshatra e në lagjet Prishtinës që ende nuk kanë ujë të pijes. Ju mungon kanalizimi, mungojnë trotuaret, mungon ndriçimi, rrugët e shtruara, mungojnë linjat e transportit publik dhe qenë ndacak gjithandej. Imagjinojeni në vitin 2025, ne ende flasim për nevojat bazike, ekzistenciale të qytetarëve të Prishtinës. Por, Prishtina do ta nisë ndryshimin e saj me 12 tetor. Dhe me 12 tetor e tutje, ne ju premtojmë këtu se të gjitha fytyrat
e njerëzve të këtij qyteti do t'jenë të buzëqeshura përsëri. Sepse Prishtina është njerëzit e saj. Prishtina i respekton dhe i përqafon ata pa dallim gjeografie, kulture, partije. E në fakt, gjithmonë ka qenë kështu. Prandaj, dua t'ju ftoj që të ndjekim një video të shkurtër, të simuluar përmes inteligjencës artificiale, për t'i përjetuar pak disa nga shtrësimet, copëzat dhe kohët e ndryshme të Prishtinës. Ta ndjekim bashkë. Qyteti pa mure u dojgjë shpesh herë në themele gjatë historisë së tij, ndërsa popullsia u godit të rënd nga murtaja disa herë. Por Prishtina gjeti forcat për t'u ringritur. Për shekuj me radhë, Prishtina përjetoi ushtri të huaja, pa e humbur kur shpirtin, dëshirën për jetë dhe vullnetin për të ekzistuar e lirë si qytetet e tjera të botës. Prishtina u çlirua më 1912 prej forcave shqiptare të udhëhequra nga Hasan Prishtina. Por liria zgjati pak muaj teksa qyteti u pushtua mizorisht nga ushtritë serbe, me gjithë territorin dhe kolonizimin, qyteti i shqiptarëve dhe kombësive tjera u bë arenën një zgjimi kombëtar, kur rrugët e shtëpit u mbushën me simbole kombëtare shqiptare. Me ardhjen e Jugosllavisë komuniste, qyteti i ri po ngrihej mbi gërmadhat e vjetra. Me gjithë represionin e vazhdueshëm ndaj shqiptarëve, ngadalë po triumfonte shpirti i vërtetë i Prishtinës dhe identitetit shqiptar. Arti, muzika, letërsia dhe krijimtaria. Po, qytetarët u bën flamuri i Prishtinës që nuk dorëzohej. Protestat e vitit 1968 shënuan një rizgjim kombëtar me Adem Demaqin si simbol të rezistencës. Lëvizja paqësore Ibrahim Rrugovës me qindra intelektual shqiptar dhe me protestat studentore në Prishtinë mbollën faren e lirisë në zemër të qytetit. Lufta e drejtë e ushtrisë qeveritare të Kosovës u kurorëzua me përkrahjen e botës perëndimore dhe në qytet po bëhej gati të lindte dielli i madh i lirisë. E përgjatë gjithë historisë së saj, Prishtina krijoi, këndoi, luftoi dhe jetoi. Shpirti i qytetit nuk u shua asnjëherë, por gjeti strehë në vendosmërinë e një gjenerate që nuk e kishte ndërmend të nënshtrohej. Prishtina nuk u dorëzua kurrë. Sot është koha të bëhemi bashkë për qytetin që na ka dhënë kaq shumë. Është koha ta nderojmë kryeqytetin e Kosovës së lirë. Është koha për Prishtinën. Kjo është Prishtina jonë, qyteti që ka duruar, është transformuar dhe ka ndruar gjithmonë. Dhe sonte jemi këtu për të hapur kapitullin e radhës të kësaj historie. Ai ka ecur rrugëve të këtij qyteti me ritmin e tij. Ka folur përmes muzikës së tij. Para se ta ftoj në skenë për një fjalë rasti, dua t'i them diçka publikisht me këtë rast. Memli, dua të të falenderoj për njeriun që ke qenë të kam njohur dikur dhe për burgshtetasin e maturuar që e bërë në politikë dhe nuk i ke harruar virtytet që i kam njohur çatëherë. Zonja dhe zotrin, ftoj për një fjalë rasti kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqin.
Prishtinë, mirë mbroma. Mirë mbroma, dashur bashkëqytetarë Prishtinës, hajde ma gjallë! Faleminderit shumë të nderuar miq dashamir, të dashur kandidat e kandidate për kuvendin e komunës, të dashur prindrit e mi, familja ime Meliz, kolege bashkëpunëtor, miku im i jetës, prej thminis e sot e tutje gjithmonë, kandidati jonë sot e nesër, kryetari kryeqytetit tonë Orhan Ismaili. Faleminderit gjithëve që jeni sonte këtu, kur po e përmbyllim një fushat fantastike në Prishtinë. Një fushat e cila vërtet na ka mbushur me energji të jashtëzakonshme në çdo lagje e fshat kryeqytetit. Kjo fushat e posaçërisht kjo natë për ne është një festë e bukur, me kandidat të përzgjedhur, me programin ma konkret të realizueshëm, e mbi të gjitha me frymë miqësore larg përçarjeve, por edhe me kandidatin më të mirë që ka pas për kryetar Prishtina ndonjëherë. Aq më shumë, kjo është festë për ne sepse ka rastisur pikërisht në ditëlindjen e 26 Partisë Demokratike të Kosovës. Të dashur miq e të pranishëm, mbrëm debatin për Prishtinën, Orhan Ismaili përveç se na bëri krenar gjithë neve, u ahoqi edhe dilemat atyre që ende nuk kanë vendosur se për këtë do të votojnë të dielën. Mbram Orhani u kujtoi të gjithëve pse është kandidati më i duhur dhe më i përgatitur për ta udhëhequr Prishtinën. Është e lehtë votohet për Orhanin dielën sepse ai është i vetmi kandidat që mund ta sjellë ndryshimin në kryeqytetin tonë Prishtinë. Sepse i di problemet, i ka zgjidhjet, e ka vullnetin dhe përvojën e duhur për të realizuar ato dhe për ta udhëhequr Prishtinën në lartësitë që i dëshiroj. Është vendimi i qelluar që të votohet Orhan Ismaili të dielën sepse ai e bëri dallimin që qytetarët e Prishtinës e prisnin në mes 3 ofertave kryesore të kësaj gare. Oferta e parë është oferta e Orhanit, një ofertë për të zgjidhur problemet e përditshme të qytetarëve dhe për ta bërë Prishtinën një qytet funksional brenda 4 vitesh, me bashkëpunim, me punë e me zgjidhje konkrete e jo me konflikte e përçarje. Oferta e dytë është oferta e kryetarit Nikje, që përveç se na siguroi edhe djes që ankesat nuk do t'i ndalë asnjëherë, solli edhe disa vizatime të reja, shtesë dhe kërkoi edhe një 40 vjet kohë për me realizu ato, e derisa në 4 vitet e kaluara që i pati në dispozicion, realisht nuk arriti të bëjë shumë. E treta është oferta e kandidatit tjetër i cili në debat as vetë nuk e ke shumë ide pse ishte aty në tavolinë duke garu për Prishtinën që edhe nuk e njeh fort mirë, pa projekte, pa ide, pa orientim, dhe për 4 vjet sa herë ju dha mundësia nuk e ndihmoi Prishtinën, ndërkohë që vetë as teatrin kombëtar që e kemi këtu përballë për 4 vjet nuk arriti me renovu. Prandaj, në mesin e këtyre 3 ofertave, qytetarët e Prishtinës sot e kanë shumë të lehtë të vendosin. Qytetarët e Prishtinës vërtet kërkojnë rezultate, kërkojnë punë, kërkojnë mbi të gjitha një qytet që funksionon. Qytetarët e Prishtinës janë lodhur nga ankesat, nga bllokadat, nga stagnimi dhe nga lufta politike që ka mbajtur peng qytetin tonë. Andaj me drejt, Orhani thot, është koha për Prishtinën. E unë për ju thëmë, është koha për Orhanin. Të dashur bashkëqytetarë, ju e dini, unë dhe Orhani jemi rritur bashkë. Në gjithë ta vitet që një, nuk e kam pa kur kaq të vendosur, kaq energjike, kaq të fokusuar për punë. Dhe me që një mirë, unë e di nga i burëm kjo vullnet dhe kjo elan i pakrahasueshëm. Përgjigja është e thjeshtë. Orhan Ismaili e don Prishtinën me zemër. E ka dash gjithmonë, si nxënës i shkollës fillore Ismail Qemali, si nxënës i gjimnazit Xhevdet Doda, si tifoz i plak i plisave, si asamblist, si deputet, po edhe si ministër. E ka dash Prishtinën gjithmonë, e don edhe ma shumë sot, si baba e 2 fëmijëve të mrekullueshëm, cilët është duke i rrit këtu në qytetin tonë të përbashkët. Dhe po ju siguroj edhe për diçka tjetër. Përveç
për familjen e tij, Uran Ismaili, për një me jetën edhe për Prishtinën. Prandaj, unë e di, nuk do të ketë pengesë që mund të ndalë Uran Ismailin për të bo Prishtinën një qytet më të mirë se sa që është. Nuk do të ketë person, politik apo jo politik, që ai nuk do të ullë në tavolinë për të bisedu me të për të mirën e kryeqytetit. Sepse, ju kam thënë edhe më herët, Urani është njeriu që nuk premton më shumë se sa që mund të bëj, por gjithmonë jep më shumë se sa çfarë premton. Dhe kur merr diçka përsipër, e çon deri në fund. Prandaj, sonte për gjithë ju që jeni këtu e posaçërisht për ata që ndoshta ende nuk kanë vendosur, e kam një thirrje. Jepjani një shansë Uran Ismailit. Sepse duke ja dhënë një shansë Uranit, ju po japni një mundësi Prishtinës për ndryshim. Po japni një mundësi vetës dhe familjes tuaj për të jetuar më mirë në kryeqytetin tonë. Prandaj të dielën me 12 tetor, me dashurinë për Prishtinën në zemër, dilni dhe votoni për ndryshim. Votoni për Uranin sepse është koha për Prishtinën. Ndryshimi që po e kërkon Prishtina ka emër, ka numër. Emri është Uran Ismaili, numri është 191. Faleminderit shumë bashkëqytetarë të dashur, unë me mirëkuptimin e juaj, Uranit ja kam kërku pak më herët, me qenë se sot është dita e tubimeve të shumta, i kam filluar më herët në pjesë tjera të Kosovës, jam kryeqytetin tonë, qytetin tim të lindjes, po me lejen tuaj do të vazhdoj për të përmbyllur edhe 2 tjera, sepse karvani fitoreve tona ka fillu, nuk do të ndalët as me 12 tetor, as me 9 nëntor, as deri sa të fitojmë nivel të Kosovës për t'ia dhënë ndryshimin vendit tonë që e dojmë shumë. Faleminderit. Jemi në ditët e fundit kësaj fushate plot shpresë. Kam pas rastin t'ju takoj, t'ju dëgjoj, e të frymëzohem edhe më shumë për jush. Ndërkohë, e di që disa për jush ende nuk keni vendosur për kënd keni me votu. Bile, disa po më thoni se nuk keni me dalë fare me votu. Ju kuptoj, me të drejt e keni humbë besimin. Para 4 vite, kryetari Rama erdhi me premtime të mëdha, por nuk e realizoi ato. Realitetin e dim të gjithë. Çdo ditë jemi bllokuar në trafik, ngulfatun prej betonit e të mbuluar prej bërllogut. Prishtinës i duhet një kryetar që ofron zgjidhje konkrete, jo premtime që mbesin në letër. Sot, më shumë se kur, është koha për një Prishtinë që funksionon, për një Prishtinë ndryshe. Sot është koha për mbajtur shpresën gjallë, sepse ndryshimi është afër. Por pa votën tuaj, ky ndryshim nuk mund të ndodhë. Unë po garoj me një super ekip dhe me plan konkret për secilin problem e për secilin lagje të Prishtinës. Me 12 tetor, vota juaj ka me përcaktu të ardhmën tonë në Prishtinë. A jemi për 4 vite tjera me blokada, arsyetime e premtime që nuk realizohen kur, apo për ndryshimin që urgjentisht i duhet qytetit tonë. E ardhmja Prishtinës është në dorën tënde. Me 12 tetor, voto për ndryshimin. Voto PDK 191. Është koha për Prishtinën. Faleminderit për këtë energji të mirë, jo vetëm këtu sonte, po në gjithë këto javë muaj që kemi qenë bashkë gjithandej. Sonte, para se taftoj kryetarin ton të arshëm të Prishtinës, kam nevojë ta bëj një falënderim të madh. Për një ekip të njerëzve, të cilët ju nuk i keni parë e që janë një ushtri e tërë, që kanë punuar për gjithë këtë që keni përjetuar gjatë gjithë këtyre javëve muajve. Ekipi kreativ, ekipi profesionistëve të fushave të ndryshme, ekipi i vullnetarëve dhe koordinatorëve në për gjitha lagjet e fshatrat e Prishtinës, ekipi i cili nuk ka dash me nejtë anash, kërejt jëmë bu bashk për ndryshimin për Prishtinën, jam bashku këti rrugtimi dhe ja ku jemi son të këto. Por, është një ekip i cili është i një rëndësijet veçantë.
E ajo është ekipi frontal i Uran Ismailit, ekipi i asambleistëve, të cilët do të jenë krahët, sytë dhe zemra e Uranit, e Prishtinës, e ndryshimit. Faleminderit nga zemra. Faleminderit të gjithëve për punën dhe për kushtimin. Kjo fushat mund të jetë drejt fundit. Sot e kemi takimin përmbyllës, por i kemi edhe do aktivitete kryetare, apo. Mirë po rrugtimi ynë sapo ka filluar. Sepse ky është qyteti ynë. Ne nuk kemi qytet tjetër. Kjo është koha jonë. Prishtina është e tashmja dhe ardhmja, kryetari ynë i ardhshëm i Prishtinës, sa herë flet, punon e bën diçka për Prishtinën, i shkëlqejnë e i dizëllojnë sytë. Këtë u a them me plot përgjegjësi, sepse e kam parë në takimet tona të hershme para 7 viteve, kur kemi nisur të takohemi për të folur për Prishtinën. Derisa e pyeta një ditë, për çka po të vyj, Uran? Tha, kom qef me qenë pjesë e ekipit tim. Sonte, po du me thonë faleminderit. Faleminderit që ato kafe që i kemi pi bashkë ma ka ndryshu jetën edhe mu, e besa kemi me janë ndryshu jetën edhe krejt qytetarëve të këtij qyteti. Faleminderit. Dhe ato kafet e tonat përbashkëta e kanë sjellë një ushtri të tërë të ekipeve që i përmenda sot këtu. Duart rokitje edhe një herë për të gjithë ta njerëz të mrekullueshëm. Këto xixa e shkëlqime, drita të syve të Uranit, këtë energji të mirë, besoj e keni pa dhe e keni ndjetë gjithandej, e ajo ka depërtu në çdo shtëpi, në çdo lagje, në çdo fshat këtij qyteti. Më lejoni që sonte, nga thellësia e zemrës time, me kompetencën maksimale profesionale, t'ju them që t'i thuani po Uranit, t'i thuani po projektit të Uranit për Prishtinën, t'ja jepni një shansë Uranit, një shansë për ndryshim për qytetin tonë Prishtinën, një shansë për një filozofi të re të qytetit, një shansë për një qeverisje të përgjithshme. 191 është numri, Uran Ismaili është emri, që lutem kryetare e këtu bashkohu. Hajde Prishtinë, ma gjallë, ma gjallë. Sonja dhe Zotrin e mirë presim në skenë, kryetarin e arshëm të krye qytetit, Uran Ismaili. Po vieni la fitore, po vieni la fitore. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. 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 E dashura me Liz, Memli na shkojnë ala që ka me votash, me vazhdojmë na pa të. Shumë dashur dhe mi, Arizona, Omer, Uma. Sot janë 2 ditëlindje realisht. Është një ditëlindje e Partisë Demokratike të Kosovës, që ja uroj gjithë aktivistëve tonë, kudo që janë. Mirë po, është një ditëlindje edhe një shoqës teme, sekretarës Partisë Vlora Çitokut. Ne i matë mirë s'kena mujtë me të bo. Ma shumë njerës kur s'ke pas për ditëlindje. Të dashur qytetarë të Prishtinës, jemi në përmbylljen e fushatës më frymëzuese të karrierës sime politike. Një javë që lam pas se pata nderin t'ju takoj e të bisedojmë secilin lagje, secilin fshat, e secilin rrugë qytetit tonë.
u takua me folëm si ta bëjmë Prishtinën funksionale dhe i prezentuam para ju zgjidhjet konkrete për problemet e përditshme të secilit prej nesh. Ju falenderoj nga zemra për besimin, energjinë dhe afërsinë që ma keni dhonë kudo që jemi taku. Ju jeni frymëzimi im më i madh në këtë fushat. E po ashtu, e falenderoj listën tonë të mrekullueshme të kandidatëve për asamble, aktivistëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe vullnetarët e shumë që u bën pjesë e ekipit tim të fushatës, për angazhimin e palodhshëm, për kushtimin e palekundër dhe punën e madhe që e kena bërë për të na sjellë në këtë moment madhështor. Ndryshimi vjen vetëm kur njerëzit bëhen bashkë, kështu si që më bërë, dhe dëshmin për këtë ndryshim do ta kemi me 12 tetor. Prishtina në historinë e vetë të lavdishme ka përjetu shumë. I kemi përjetu edhe netët e gjata të vështira të okupimit, por i kemi festu edhe ditët e ndryshme të lirisë. I kemi jetu ëndrat e gjeneratave të arta para nesh, por edhe kemi kalu periudat e errta, kur dukej se gjithçka po na rrëshqiste nga duart. Kemi qesh, kemi qajt, kemi mbjetu. Por një gjë qyteti jonë kur nuk e ka humbë. Nuk e ka humbë kur shpresën. Kur kam provu me na zbejt dritën, kemi ndezë qirin në për dritare. Kur na u ka ndalë fjala, kemi vazhdu me protesta, me shtëpi që u bën shkolla e universitete, e me krenari në një qyteti që mban kokën lartë. Kur na ka mungu drejtësia, nuk kemi dorëzu kur, por e kemi gjetë forcën me mbajtë, me mbështet njëri tjetrin, derisa në rrugët tona, pas fitores dhe luftës tonë të shajt të ushtrisë shqiptare të Kosovës, u shiu liria. Kështu ka qenë gjithmonë Prishtina, me zemër, me shpirt, me shpresë. Teksa që ndroj këtu sonte para jush, e ndjej një emocion që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Një krenari të madhe për gjithë ne dhe për momentin ku jemi sot. Ndjej se gjithçka që kemi bërë, çdo takim, çdo ecje, çdo tubim, çdo fjalë e ka pas një qëllim. Me rikthy shpresën. Shpresën për qytetin tonë. Këtë fushat nuk e kemi bërë nga zyret, por e kemi bërë në çdo rrugë e çdo lagje të Prishtinës. Në takimet tona të përditshme, shumë prej jush më thëshit me buzëqeshe, hajde ma gjallë, e dim që e lodhë, po mos u dërzo. Por e vërteta është se në çdo bisedë, çdo takim me ju, unë jam mbushur me energji. Në çdo rrugë, çdo fshat, çdo lagje, qytetarët kanë dalë, e më kanë taku me dashamirësi dhe energji pozitive. Kam di diçka që nuk e ndjen shpesh në politikë. E kam di shpresën tuaj. Shpresën e njerëzve për ndryshim. Në çdo takim e kam di besimin e juaj për mu. E ky besim dhe kjo shpresë, për pos që më ngarkojnë me përgjegjësi të madhe, më tregojnë edhe sa i rëndësishëm është besimi juaj për mu. E tërë, kjo është një dëshmi e pamohueshme se ndryshimi në Prishtinë është afër. E kam thënë disa herë gjatë kësaj fushate, po e përsëris edhe këtu sonte. Këto janë zgjedhjet më të rëndësishme që i ka pas Prishtina në këto 25 vite. Sepse pas ngecjes së madhe me dekada dhe pas këtij kaosi që po jetojmë, ne me 12 tetor do të vendosim për të ardhmen e qytetit tonë. Do të vendosim a do të mbetet Prishtina një qytet i kaosit, i konflikteve, i premtimeve të parealizuara. A do të jetë kryeqyteti i pastër, i ndriçuar, me jetë e gjallëri. Një qytet që funksionon për secilin prej nesh. Kjo urgjencë është arsyeja pse fushata jonë dhe unë kemi qenë të pandalshëm këto muaj. Sepse si shumë prej jush, unë nuk kam qytet tjetër dhe nuk e kam ndërmend me nejt onash derisa qyteti jonë degradohet e krejt që ka në ofrohet janë i natët e konfliktet politike. Pra kjo është arsyeja, pse është hera e dytë që kandidoj për kryetar Prishtinës,
sepse dua që shgënjimin që e ndjem, ta kthejmë shpresë që e sjell ndryshimin e madh për një jetë më të mirë në qytetin tonë. Unë besoj me gjithë zemrën këtë qytet. Dhe nuk du me pa një Prishtinë si sot. Të harruar për 4 vite nga një kryetar i cili mori era premtimet dhe e lanë terrën mbeturina. E vërteta sot Prishtinë është e pa u mohueshme. Zoti përparim Roma nuk na ka sjell transformimin cilin e ka premtu dhe me cilin e ka fitu besimin e qytetarëve. Ka dështu me përmirësu jetën tonë të përditshme dhe me menaxhu problemet ditore të kryeqytetit. Dhe këto nuk thon veçun. Këtë të thot gjendja secilës lagje të Prishtinës. 4 vite pa realizu asë një projekt madhor që e ka premtu. 4 vite ku qytetarët, lagje, fshatra, tëra janë lënë harrese e ambraktis. Prishtina nuk mund tjetë më fushbetej mes partive politike. Sepse kur partit luftojnë, humbë qyteti, kur partit merren vetëm me akuza, ersohen rrugët, kur partit mendojnë vetëm për pushtetin, qytetarëve u zbehet shpresa. E unë dua ta kthej këtë logjik përmbys. Dua që Prishtina të bëhet shembull i bashkëpunimit, i respektit, i punës, i mirësjelljes, i përkushtimit. Kjo ka qenë fushata ime, kjo do t'jetë qeverisja ime për Prishtinën. Ekipi që kam ndërtuar e përfaqëson pikërisht këtë frymë. Një listë e mrekullueshme me njerëz të ri, profesionistë, pavarur që nuk u bashkuan për interesa partijak, por u angazhuan për Prishtinën. Kjo është Prishtina të cilën unë i besoj. Ky është mentaliteti i qeverisjes që unë përfaqësoj. Dhe këtë mentalitet do ta sjell Prishtinë. Kur unë ecë sot në përlagjet e Prishtinës, Tasligje, Bregdjellit, Dardani, Ulpion, Kalabri, më dhem. Sepse nuk e shoh Prishtinën me shkëlqimin e cili e di që mund ta ketë. Më dhem sepse kam parë nëna që nuk mund të shtyjnë karrocën e fëmijëve se nuk kanë trotuar në rrugë. Kam takuar të moshuar që e mosin çdo hap deri në katin e 5 sepse në ndërtesat e tyre nuk ka ashensor. Kam fol me gra e vajza që zgudzon me dalë mbrëmje sepse në lagjet e tyre nuk ka ndriçim. Mirë po në këtë qytet, ku qeverit komunale na kanë braktis njëra pas tjetrës, e shoh një dritë që më jep shpresë edhe mu. E shoh të prindrit që me forcat veta e lyjnë klasën e shkollës së vjetruar, ku mëson fëmijët tyre në Prishtinë. E shoh të qytetarët që organizohen e i pastrojnë lagjet e veta pa asnjë mbështetje dhe i mbjellin fidanet për gjeneratat e reja. Në Kollevicë, në Kodër Trima, Hajvali e Matiqan, ku banorët i organizojnë vetë pritoret e autobusave që të moshuarit mos presin këmbë. I shoh artistët në Prishtinë, që na bëjnë me dashur Prishtinën me artin e tyre, e që krijojnë pa kushte e me shumë pak përkraje. Të ndërmarrësit e Prishtinës, që zhvillojnë kompani të reja, pa asnjë mbështetje ofrojnë mira vendet punës. E shoh të mjekët e arsimtarët, që punojnë pas orarit, me i shërbyer tjerëve pa pagesë shtesë. E shoh shpresën të njerëz e qytetit tim, që pa marrë parasysh sa na kanë harruar qeveritë komunale, ne nuk dorëzohemi, sepse kështu është Prishtina, me zemër, me shpirt, me shpresë. Të dashur qytetarë Prishtinës, jemi në moment vendimtar për kryeqytetin dhe para jush sot janë 2 qeveri, 2 mendësi qeverise. Në njërën anë mundësia e 4 viteve të konflikteve të vazhdueshme, arsyetimeve e premtimeve të harruara, mendësia e projekteve megalomane që nuk realizohen kurrë, dhe atyre vizioneve 10 vjeçare që nuk ofrojnë zgjidhje.
për probleme që i hasim çdo ditë. Në anën tjetër, është mendësia që unë e përfaqësoj, e trajtimit problemeve tona të përditshme, me zgjidhje konkrete dhe me punë që nuk lën anash asnjë lagje, asnjë fshat. Unë kam ofruar bashkëpunim me secilin që ka ide të mira për kryeshtetin, gjithmonë në shërbim qytetarëve, në shërbim të Prishtinës. Si ministri i shëndetësisë, unë nuk i kam pyet cilës parti i përkas një drejtor, një mjek apo një pacient, sepse kur njerëz vuajnë dhe kur ke mundësi të ndihmosh, nuk ka me rëndësia është i majt apo i djathtë, ka vetëm përgjegjësi. Tani po e kërkoj besimin tuaj për të njëjtën gjë si kryetari i Prishtinës. Jo si kryetar që vjen vetëm nga një parti, por si kryetari i gjithë qytetarëve të Prishtinës. Është koha për një kryetar i cili nuk fshihet nga premtimet e veta, por i shërben qytetit me nder e me përgjegjësi. Në javët e kaluara më keni dëgjuar duke folur për 5 zgjidhjet e mia për kaosin e Prishtinës. Sheshin George Bush do ta hap me vendim të prerë në javën e parë. Do të zhbllokojmë trafikun e kryeqytetit me 8 për 18 muaj, me 100 autobus të ri, transport publik falas e investime të tjera. Do të rrisim sigurinë e rrugëve tona në çdo lagje, me ndriçim në 100 rrugë të reja e 450 trotuare, 450 kilometra trotuare në çdo kant Prishtinës. Do të vendosim 200 oficer sigurie nga shërbimi policor në shkollat tona, që prindrit ta dinë se fëmijët e tyre janë sigurt. Do të bëjmë postë çdo lagje me blerjen e 60 kamionëve të ri për mbledhjen e mbeturinave dhe me 2100 kontener do të vendosen në lagjet tona. Prishtina do të jetë e pastër 24/7. Do të riparojmë fasadat e 80 blloqeve të banimit duke instalu 400 ascensor në ndërtesa. Do t'i mbjellim 100.000 dru duke ndërtu parqe të reja në mënyrë që asnjë shtëpi, asnjë banesë të mos jetë më larg se 300 metra nga parku. Gjitha këto investime, projekte janë konkrete, janë të prekshme, janë të shpejta, e përmirësojnë jetën tonë, jetën e familjeve dhe fëmijëve tonë. Dhe zotimi im sonte para jush. E kam thënë shumë vende, po e them edhe sonte para gjithë qytetarëve të Prishtinës. Nëse nuk i përmbushin 90% premtimeve të mia, unë asnjëherë s'do ta kërkoj më votën tuaj. Sot është koha për projekte konkrete, që nuk lën anash, lagje, asnjë fshat. Sot është koha të bashkohemi për Prishtinën, për ndryshimin. Është koha për Tophanën, është koha për Bregun e Diellit, Kodrën e Trima, Kalabrin, Arbrin, është koha për Ulpionën, Ajvalin, Dardanin, Lakrishtën, Vellushën, Aktashin, koha për Qendrën, Matiqanin, koha për Bardhoshin, Barilevën, Lukarin, Makovcin, Konovicën, Sovalin, Tasligjen, Tokbashën, Mramorin, Marevcin, Besim, Branidolin, Grashticën, Koliqin. Është koha për gjithë lagjet, fshatrat e Llapit dhe Kollakut. Ka ardhur koha për qytetarën e Prishtinës, ka ardhur koha për gjithë neve, ka ardhur koha për ju. Vetëm 2 ditë na ndajnë nga ndryshimi i madh. Me 12 tetor, dilni dhe votoni. Prishtina që duam është në duart tona. Me votën tuaj kemi me sjell këtë ndryshim. Faleminderit për Prishtinë, faleminderit për mbështetjen tonë. Është koha jonë. Ma gjallë Prishtinë, ma gjallë!